Islami përgjithsisht ajetet e Kuranit flasin qartë se mirësia duhet mbi zotërej mbi njerëz pavarësisht besimit të tyre. Allahu xhaleshanu thotë Allahu nuk ka ndalon të jeni të drejtë ndaj atyre të cilët nuk ju kanë shkaktuar domethënë dëm, ndaj atyre të cilët nuk ju luftojnë apo nuk ju nxjerr nga shtëpitë juaja, po të jeni të drejtë. Domethënë drejtësia është ajo që i zgjidh shumicën e problemeve që njerëzit kanë edhe tendencat e njerëzit për dominim mbi njëri tjetrin. Po ashtu nga tradita e pejgamberit alayhis salam, nga historia e tij e ndritshme, shohim se praktikisht ai është marrë me unifikimin e faktorit apo shoqërisë njerëzore, duke filluar nga shoqëria e parë medinase që ishte pak më heterogjene se ajo e Mekës, nënshkroi apo themeloi kartën e Medinës, e cila i përfshiu të gjithë banorët e Medinës pa dallim etnie apo pa dallim besimi, dhe të drejtat edhe obligimet i përcaktoi qysh atëherë. Ato të drejta dhe ato obligime edhe sot nëse vijnë në pa dhe vendosen domthonë në stadet të sigurta dhe qëndrueshme, janë të mjaftueshme për njerëzimin. Çështja e tolerancës edhe si terminologji më duket se është e padrejtë kur flitet për raportet ndërfetare, për arsye se duhet mbizotërej harmonia, duhet mbizotërej bashkëjetesa. Të gjitha fetë qiellore kanë një origjinë të përbashkët, kanë një krijues të përbashkët. Dallimet mes feve dhe mes besimeve janë më të vogla se sa ngjashmëritë. Kështu që kemi për çka të ofrohemi edhe me çka të bashkëpunojmë dhe ma pak mbetet vend për të nxit domethënë përçarje apo rretje. Ajo që duhet të shërbej këtij procesi të bashkëpunimit është njohja e vlerave të njëri tjetrit, njohja e besimeve të njëri tjetrit, njohja e gjërave të përbashkëta dhe e divergjencave që kemi mes nesh. Sa më tepër që ta njohim tjetrin, aq më afër do të jemi prej tij. Sa më të panjohur të jenë të tjerë ndaj për ne, aq më larg do të jetë largësia e bashkëpunimit edhe ofrimit mes nesh. Për fat mirë, populli shqiptar edhe në arenën ndërkombëtare njihet si një popull që ka vlera për bashkëpunim ndërfetar dhe shpeshherë është marrë si shembull edhe në konferenca ndryshme ndërkombëtare që populli shqiptar me gjithë besimet që i ka brenda vetes, nuk ka pas asnjëherë përgjatë historisë konflikte të theksuara ndërfetare. Përkundrazi, kauza e përbashkët e tyre, historia e përbashkët, përpjekja e tyre përbashkët për liri, ka bërë që të bashkëpunojnë edhe të luftojnë krahas njëri tjetrit, domethënë kundër armikut të përbashkët. Kjo është dëshmuar edhe në të kaluarën, edhe në kohën e rilindasve, po edhe në luftën e fundit të Kosovës. Kështu që kemi një vlerë edhe një diçka që mund të japim edhe të tjerëve si shembull.